Të premte në mëngjes, më 20 mars 2026, Kamera jon ishte ftuar nga Xhamia Shqiptare e Torontos për mbulim mediatik të ceremonisë më të rëndësishme të kalendarit islam, faljen e Fitër Bajramit. Disa qindra besimtar musliman bashkombas mbushën plot e përplot sallën më të madhe të Capitol Banquet Hall në Mississauga për të falur namazin e Bajramit në ndërtimin e Hoxhës Adnan Berbatovci. Mirë se vini në këtë ditë Bajrami, ditë feste për mbar muslimanët e tërë rruzullit toksor. Islami të nderuar xhamatli është më së vërtet se nuk e mohon nacionalitetin e askujt, por është më së vërtet se të gjithë njerëzit pa dallim ngjyre, race dhe kombi i ofron të Zoti fuqiplot për t'ju treguar atyre se të gjithë para Zotit Gjellëshanuhu janë të njëjtë. Si zakonisht, antar dhe drejtues të Këshillit i paraprin ritualit me disa fjalime të shkurtra që theksonin nevojën për të zbatuar udhëzimet kuranore dhe bën thirrje për të vazhduar mbështetjen me të holla për xhaminë e re. Mendoni për fëmijët tuaj. Mendoni për ditën kur ata do hyjnë në këtë xhami dhe do falen, do mësojnë gjuhën shqipe, do mësojnë besimin dhe do bëhen dhe do rriten si musliman të denj. Mendoni një pjesë e atij sevapi do të jetë edhe e juaja. Por të pranishmit u shfaq edhe një dokumentar në të cilin flitet gjerësisht edhe për dy themeluesit e xhamisë shqiptare të Torontos. Kontributi i tyre nuk ishte thjesht financiar, ishte një mesazh. Një dëshmi se kur njeriu jep me zemër të pastër, Allahu e bën atë dhënie dritë për këtë botë dhe për në botën tjetër. We thank God for giving us this opportunity to celebrate Eid together in this wonderful country of Canada. What we just watched and what we just heard is a reminder of the people who came before us, who built this community from nothing. For over 70 years, every prayer made, every child who learned, every good that happened in our mosque, they continue to receive reward for it even today, inshallah. And today, we have that same opportunity in front of us. Our community continues to grow. For 2025, we have reached over 2,400 paid members. Just a few years ago, we were around 1,400. This growth is not just a number, it represents families, youth, and a stronger future for all of us. Financially, we are in a very strong position. Today, we have $3.6 million in the bank, and our current mosque is fully paid off. And our current mosque is fully paid off and worth approximately $2.2 million. This is what our community has built together. In total, our assets are now worth over $5.8 million. This shows the strength of our community, our unity, and what we are capable of when we come together. And now we are taking the next big step. We are working hard, closing on our new property at 124-126 Queens Plate Drive, located at the major intersection of Rexdale and Highway 27. This is a central and important location for our community, and this project will define the future of Albanian Muslims here in Toronto. This is more than just a building. This will be a place for prayer, for our children, for our culture, and for generations to come. A second home for thousands of Albanians. But we need everyone. We are the oldest Muslim organization in Ontario. Us, our people. Our responsibility now is to take the next step and build something that will last. This is your opportunity to be part of our people's history. Një ditë, fëmijët tuaj do të hinë në atë xhami dhe do të thonë, familja ime ka ndihmuar me ndërtu këtë xhami.
Le ta ndërtojmë se bashku të ardhmen tonë. Ky është momenti ynë. Faleminderit të gjithëve, gëzuar Bajramin. Mesazhi i kësaj feste është që të jemi pranë njëri tjetrit. Mesazhi i kësaj feste është që ta urojmë njëri tjetrin. Urimi më i mirë është pas për hajr Bajrami, Zoti na e bëft kabul Ramazanin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu na e bëft kabul neve dhe juve agjërimin, lutjet dhe të gjitha veprat që i kemi bërë, duke shpresuar te Zoti fuqiplot që të kemi dalë të pastër nga Ramazani, nga gjunahet dhe mëkatet. Sepse sado që jemi njerëzit mirë, sado që jemi njerëzit ngritur, sado çfarë do qofshim ne, megjithatë jemi njerëz, nuk mund të shpëtojmë prej mëkateve. O Zoti ynë, na difto të vërtetën dhe na bër gjithmonë për krah të saj, ja Allah. O Allah, gjithashtu na nxjerr në shesh të pavërtetën dhe gjithmonë bëna kundërshtar të saj, ja Allah. O Zoti ynë, të lutemi ty që të na ruash nga nënçmimi dhe përbuzja në këtë botë, e gjithashtu edhe nga dënimi në botën tjetër, o Allah. O Zot, të lutemi ty që të vdekurit tanë ti mëshirosh, që të smurët tanë ti shërosh, ata që kanë hallë dhe brenga ti tu alargosh, ata që kanë kërkesa tu aplocosh, dhe të na bësh të gjithëve prej të shpëtuarave dhe prej xhennet live në xhennetin Firdaus, ya Rabbel Alamin. O Allah, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i ferrit. O Zot, na bëj neve dhe pasardhësit tanë, prej atyre që janë në rrugën tënde, prej atyre që e falin namazin dhe prej adhuruesve të mirë të tu, ja Allah. O Zot, na fal neve, prindërit tanë dhe mbar besimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria. Pranoj prej neve këto lutje, o Zoti ynë, na e prano Ramazanin në tërësi, ja Rabbel Alamin. Allahumma amin. Allah i kabul, ja Rabbi. Zoti kabul Ramazanin për hajër e urime Bajrami. Gëzuar.